Përshëndetje. Ja, ky jemi me njësinë e re masimore nga ora e bashkisë së klasës për klasën e 9. Bëhet fjalë për rregullat e mirësjelljes. Këtë janë 25 rregullat e mirësjelljes që të gjithë ne duhet t'i dimë. Rregullat e mirësjelljes janë mënyra se si e përgatisim veten tonë për t'u sjellur bukur. Për fat të keq, disa njerëz respektin e kodit të mirësjelljes e quajnë si diçka të turpshme, duke e konsideruar atë si një tipar që ju takon vetëm persona të stilit të lartë, të cilët janë larguar nga jeta reale. Në fakt, rregullat themelore të mirësjelljes janë mjaft të thjeshta. Kjo është një kulturë e shprehur e mirësjelljes së përbashkët, dukjes një zotëri apo zonje dhe kontrollit të emocioneve tuaja. Nëse thua, po të ftoj, kjo e bie që ti do të paguash, por ju mund të thoni, le të shkojmë në një restorant. Dhe në këtë rast, të gjithë paguajnë për veten e tyre. Nëse një burr i ofron t'i paguajë gruas, ajo duhet të pranojë atë. Asnjëherë mos bëj vizita pa i telefonuar së pari. Nëse dikush të vijë në shtëpi pa paralajmëri, ju mund të keni veshur rroba banjoje dhe harkues flokësh në kokë. Mos e vendosni telefonin tuaj në tavolinë kur jeni në publik. Nëse vazhdoni të bëni këtë, ju duhet të tregoni të tjerëve sa rol të rëndësishëm ka kjo pajisje në jetën tuaj. Se sa e mërzitur jeni për atë çka po ju ndodh, dhe se në çdo moment jeni gati për të ndaluar një bisedë të padobishme duke kontrolluar ngjarjet e reja në Instagram, ose duke u prekur për të arritur nivelet e reja në Angry Birds. Mos ftoni një vajzë për të dalë nëse i shkruani asaj gjithë natën. Burri nuk mban kurrë çantën e dorës së një gruaje. Sidoqoftë, ai mund të mbajë pallton e saj derisa ajo të jetë në tualet. Nëse jeni duke ecur së bashku me dikë dhe shoku juaj përshëndet një person që ju nuk e njihni, ju gjithashtu duhet ta përshëndetni atë. Shumica e njerëzve besojnë se mënyra e vetme të ngrënit sushi është duke i përdorur shkopit. Megjithatë, kjo me të vërtetë varet. Burrat, për dallim nga gratë, mund të hanë sushi me duart e tyre. Këpucët tuaj gjithmonë duhet të jenë të pastra. Shmangni bisedat e panevojshme në telefon. Nëse keni nevojë që të bisedoni me dikë, është mirë të takoheni me të personalisht. Nëse dikush ju ofendon, ju nuk duhet t'ia ktheni në favor ose të ngrini zërin ndaj personit që ju ka fyer. Mos bini në nivelin e tyre. Vetëm buzëqeshni dhe lërini atë duket shumë i pasjellshëm. Një burr duhet të ecë në anën e majtë të një gruaje. I vetëm përjashtim vlen për ushtarët, sepse ata duhet të jenë në gatishmëri për të përshëndetur. Vozicit duhet të dinë se aquaplaning, uji që mbetet nga rreshtit e shiut, mund të i la kalimtarët. Dhe nëse bëjnë këtë, kjo do të merret si sjellje jo morale. Nën gjëra gjithmonë duhet mbetur sekret. Këta janë mosha, pasuria, grindjet familjare, feja, problemet mjekësore, çështjet e dashurisë, dhuratat, nderimet dhe turpi. Në kinema apo teatr, apo sallë koncertesh, ju duhet të shkoni në vende afër personave të tjerë ku janë të ulur, por i shkoni pari. Një burr duhet të prek gruan pa lejen e saj. Thotë nuk duhet të prek gruan pa lejen e saj. Kjo do thotë se është absolutisht e papranueshme që ju t'i mbani dorën, ta prekni gjatë bisedës dhe ta kapni krahun apo ta shtyni me dorë. Nëse një njeri i ndihmon asaj për të futur në makinë apo ta kalojë rrugën. Nëse dikush ju thret apo ju quan në mënyrë të vrashtë, për shembull, ti atje nuk duhet t'ju përgjigjeni. Jini modeli jetike të mirë sjellje shoqërore. Rregulla e artë kur përdorin parfumin është moderimi. Nëse ju vazhdoni të ndjeni erën tuaj të parfumit edhe në mbrëmje, të tjerët tashmë janë lodhur nga ajo. Një burr i edukuar gjithmonë duhet të tregojë respekt ndaj një gruaje. Në praninë e një gruaje, burrat mund të pinë duan vetëm me lejen e saj. Kudo qofshi, drejtor kompanie, një akademik, një gruaj moshuar ose një student, kur futeni në një dhomë, ju duhet jeni personi i parë që i përshëndet të gjithë të tjerët.
Respektoni jetën private të korrespondencës. Prindërit nuk duhet t'i lexojnë letrat e fëmijëve të tyre. Çiftet duhet të tregojnë të njëjtën respekt për njëri tjetrin. Ti kontrollosh xhepat e dikujt se mos po gjenin ndonjë letër dashurie. Letrat dhe gjëra të tjera është një tepër e vrashtë. Mos u mundoni ta ndiqni motën. Është shumë më mirë të visheni mirë. Edhe nëse nuk është në modë, gjëra duhet të merrsisht duhet të merrsisht me një kostim të ri. Ja, rregulla e pjatës. Nëse jeni të ulur në një restoran apo tavolinë ku jeni duke ngrënë, rregulla e parë apo figura e parë, ja këtu që e kemi, tregon se ende jeni duke ngrënë. Do thotë kur piruni dhe fika janë në këtë pozitë, tregohet se jeni duke ngrënë. Kur piruni dhe fika gjenden në këtë mënyrë, jeni duke pritur pra pjatën e radhës. Nëse piruni dhe fika vendosen në këtë mënyrë, gjella apo ushqimi ishte i shijshëm. Nëse piruni dhe fika gjendet në këtë drejtim, atëherë e keni përfunduar. Edhe nëse piruni dhe fika janë në këtë mënyrë, është ajo më e keqja kur ju tregoni se nuk ju pëlqej gjella apo ushqimi i përgatitur për ju. Ja, kjo është e fundit që e keni në tavolinë. Rregulla tjera vazhdojnë janë: nëse jeni falur pasi keni kërkuar ndjesë, mos merrni si ofenduese që personit të thoni se ju vjen keq. Ju duhet të shmangni gabimet të tilla në të ardhmen. Shmangni po ashtu edhe të folurit dhe të qeshurit me zë të lartë. Mos u angulni syrit njerëzve, kjo është ofenduese. Mos harroni të falenderoni të dashurit tuaj, të afërmit tuaj dhe miqt tuaj. Ata ju kanë ndihmuar, jo pse ata ishin të detyruar. Kjo është dëshira e tyre. Vlerësoje nga ata. Ju faleminderit dhe ju përshëndes.